Vllaznia në basketboll për meshkuj është në poshtën e sfidën e radhës në Ligën Unike, ku Qiblut e Koshit kanë humbur me rezultatin 73 ndaj ekipit Peja të Kosovës, pas ndeshjes trajneri i shkodranëve Eni Llazani tha se ndikuan mungesat në këtë humbje. Nuk du të them gabim, sepse nuk është e patëm gabime, por kemi dy lojtarë që janë të vramë, që ndikojnë shumë në performancën e ekipit, gjë që dihet. Njëri prej tyre, Thomas, luajti minutat limitume, edhe pse ishte i vramë e provum pak në lojë, ndërsa Klajdi Kiri nuk ishte prezent në formacion. Gjë që ndikon shumë te mbrojtja jonë, gjë që ndikon shumë te sulmi, lojtarët siç e pat besoj edhe në ndeshje, periudhën e 3 dhe 4 ishin të raskapitur, sidomos Hibit dhe Parker që nuk patën mundësi me marrë asnjë ndrym gjatë lojës, ishin të raskapitur, nuk kishin më fuqi. E fillom lojën jo dhe as mirë, më pas e kontrolluam në mbrojtje kundër sulmet, edhe pjesën e dytë po mendoj që e kontrolluam lojën më mirë. Po mendoj pak mbrojtjen, e ndryshuam edhe për atë patëm më shumë sukses. Në 5 ndeshje ka zhvilluar në Ligën Unike, Vllaznia ka arritur 2 fitore, 3 humbje.